Sot në Shqipëri kemi 13.000 të dënuar, ku 6.000 për tyre janë brënda institucionet e ekzekutime e vendim penale, kurse 6.000 të tjerë janë në shërbim prove. Po të gjithë janë persona të dënuar, ku dhe ligji thot të gjithë personat që janë dënuar deri në datën 31/12/2025, pra 31 dhjetor. Janë subjekti i ligjit. Janë subjekti i ligjit dhe e konsideron kush është i dënuar, ose personat të cilët janë hetim ndaj cilëve është bërë kallëzim ose ka filluar çështja, po që kanë dënime tepër të buta që janë dënime deri në 2 vjet. Po gjithsesi ato janë dënime deri në 2 vjet. Dhe po nuk shikoj asnjë lloj reagimi. Ministri tha që përgjithsisht ata që kanë vepra me rrezikshmëri të ulët shoqërore janë subjekti i ligjit. Tani do të shohim përgjatë diskutimit deri ku shkon dhe kush realisht përfiton. Këtë po të sqaroj. Në hetim ka çështje që ndihen mbi bazën e ankimit të dëmtuarit të akuzues, po që kanë marzhe dënimi deri në 2 vite burgim, nga gjob deri në 2 vite burgim, që zakonisht hyn tek kundërvajtjet penale. Kurse dënimet e tjera që janë mbi 2 vite, quhen krime, që ligji edhe pse nuk mund ta thotë, është vetëm masë dënimit ajo që e cek, dhe shkojnë nga 2 vite deri në burgim të përjetshëm. Amnistia zakonisht në qoftë se do të ishte ai parimi i humanizmit që ju e prekët që fillim, apo integriteti i të dënuari për ta integruar sa më shpejt në shoqëri, sepse ne jemi i vetë një vend në botë që të burgosrin e vëmë brenda 4 mureve të një dhome dhe themi ky është në burg. Dhe presim të integrohet. Çfarë do integrohet ai? Pa punuar, pa u edukuar, pa bërë asnjë veprim. Ndërkohë që unë kam qenë në 10 apo 100 burgje të Evropës, mezi presin orën 7:30, 8 pa qerek, dikush del me bicikletë, që i blen jashtë me motora, taksi dhe ikin për punë, dhe kthehen në orën 4-5, me më shumë e gjysmë liri. Kurse në këtë moment ata këtu ikin vetë? Jo, s'ka. Nuk ikin asnjëri vetë, po nuk u ndihmua dhe po nuk u dha. Mirë, do të diskutojmë në proces sa i mirë dhe por në këtë moment ajo që ju pyetët për këtë lloj amnistie, unë them që është amnistia më e dobët. Është amnistia më e dobët, dobët që prek një numër shumë të kufizuar të dënuarësh ose të paraburgosësh. Paraburgosësh janë ata që janë hetim, që fitam për kundërvajtje penale, që zakonisht janë shumë të pak, por janë. Zoti Beqiri, është kompleks, shenjfrike, po bëjmë një amnisti, por të jemi edhe të kujdesëm që të mos na quajnë nesër ja nxorën këtë, nxorën atë, që jemi në këtë fash kaq të kufizuar të amnistisë?